Një tjetër rast të dhune ndaj një fëmije në një institucion parashkollor ka ngritur shqetësimin për sigurinë e të miturve. Një edukatore 32 vjeç është arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se goditi 2 herë me shuplak një fëmijë 2 vjeçar në një kopusht privat ku punonte në zonën e Ishki në Studios. Për kryetaren e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësimit Drita Avdyli bëhet fjalë për një vepër penale që duhet të ndiqet jo vetëm administrativisht, por edhe nga drejtësia. Jo vetëm që është një vepër penale që dënohet, por është një vepër e dënueshme dhe nga shoqëria. Tu ka 3 vepra penale, varet pastaj nga institucionet që shkojnë nga 2 deri në 5, mund shkojnë deri në 7 vite, mund të ketë kjo vepra penale, mund të bashkohen dhe 2-3 dënime, varet pastaj nga institucioni, nga prokurori që ndjek çështjen, pastaj edhe nga gjyqtari, pastaj që jep edhe dënimin e saj. Sipas saj, veprimet të tilla lën pasoja psikologjike afatgjate tek fëmijët dhe nuk mund të tolerohen. Pra jo vetëm që nuk është një nënë e rregullt, nuk është e mirë arsimuar, po ajo nuk duhet të punojë në fakt edhe në sistemin arsimor. Kjo ngjarje u denoncua nga prindrit e fëmijës, të cilët konstatuan shenja dhune, por për Avdylin, rastet e përsëritura të dhunës në kopshte tregojnë se nevojitet më shumë kontroll mbi personelin që punojnë me fëmijët.